gjithmonë në studime që shihen për buzukun, mendoj që teksti i buzukut ishte 20 me 14 cm, domethënë një A5 e sotme. Faktikisht nuk ishte kështu, ishte 27.5 cm lartësia pra ose gjatësia e tekstit, edhe 20 cm gjerësia. Pra studiuesit ton në imazhin konceptues për mesharin edhe aty ishte qalonte diçka puna aty, nuk ishte vetë mirë. Tu kemi vu vizorën për të bindë njerëzit, kemi marrë ambasadorin e Kosovës, ka qenë miki jomi Vebi Meftari, edhe i kem thënë me mat me vizore, kemi vu edhe datën kur e ka mat me vizore nga Biblioteka Vatikanit. Sepse difidenca këtu ka mrit kaq e madhe sa që pastaj kemi marrë nga Biblioteka Vatikanit matin që i ka bërë Vatikani vetë librit, shikojmë kujdes, nuk di shihet më të madhe atje, por është lartësia 27.5 cm përsëri dhe gjërësia, që i takon një gjysmë faqe këtu për shembull, nuk e di mund të bëj, kjo gjysmë faqe është 20 cm. Pra atë jemi me vizorët e Vatikanit tashmë, nuk kemi me vizorët tonë. Dhe ajo që më përshtypje vërdisht dhe them diçka, është që studiuesit rimarrin dimensionet e gabuara të studiuesve më hershëm. Justin Rota ndoshta kur ka shkruar që dimensioni për masat fizike të buzukut janë 20 me 14, do të ketë menduar për imazhin e fotografive që ka fotografuar ai në vitin 1929, por nuk është tjerët e kanë marrë për faqet dhe vazhdimisht e menduar që është faqja e Don Fredun Kamzarin e Ford dhe mendoj që gjithmonë që e dominoi sallën, po afroj mikrofonin. Edhe kjo është dimensioni real, pra një arritje e vogël mund të konsiderohet kjo, kur ne i vëmë lexuesit publikut ton tashma për masat fizike konkrete, reale, dimensionet reale të veprës. Ne me një grup studiuesish do shkojmë shpejt, urojmë për t'i bërë një analizë laboratorike e letrës dhe bojës, për të kuptuar se me ç'letra është dhe kush tipograf ka përdorur këto letrat, dhe atje mund të marrim edhe në zbulimin e tipografit që ka zbutuar veprën, por edhe se ku. Ne kemi arrit faktikisht për të kuptuar që vepra është i botimit tipografisë veneciane dhe kjo nuk ka mas i pikë dyshimit, që vepra është botuar nga një tipograf venecian edhe kjo nuk ka si pikë dyshimit, atëherë ne dëshojmë të rrethit të qarku i botuesve që është mendojon Bernardino Bendoni, Melchiorre Sessa dhe Giorgio Benarrigo, janë 3 që mund të jenë botuesit e veprës, por jashtë i rrethi as nuk kam dyshim që nuk mund dalë. Atëherë ne nuk dim me saksi botuesin, por jemi aty afër dhe po punohet për ditë. Kjo dhe kemi zbuluar në sajt të analizës aparatit figurativ të tekstit, të cilin e kemi ndarë për aparati figurativ ku janë ksilografit, kapitulli i parë më rëndësishëm, ku ksilografit janë punime ndru, që i gjejmë ne tek botimi i buzukut. Jo se kam bënë gjatë madhe, por Lucia Radin hapi faktikisht do të jemi njohës asaj si studiuese, sepse këtë rrugë studimore, duke u nisur nga faktit drejt hipotezës, e ka ndërtuar ajo dhe e ka shtruar ajo. Dhe shqiptarët do të jemi njohës si unë, po dhe gjithë shqiptarët, për ato arritje që ajo i solli historiografisë së veprës buzukiane. Pra ne do të jemi njohës. Kjo është ksilografia. Pse janë të rëndësishme këto ksilografi? Këto ksilografi janë të rëndësishme sepse këta kishin drejtën e autorit në Venedik, Duka, në shkonte ashpër nëse dikush këtë imazh do ta merrte dhe do botonte në një libër tjetër. Por nëse ne kemi zbuluar dhe imazhe që nuk mund të përdoren nga të tjerët, ky Angelo Ludus faktikisht ju duhet për punët e tyre edhe Bernardino Benali që është tu dhe Luca Antonio Gjundës. Bernardino Benali është botuesi njëkohësisht i komedisë sinore në vitin 1401, kolanës parë botuese në historinë e botimeve shtypshkrimeve. Kolanën si krijues e bën pikërisht me Bernardino Benali, që është njëkohësisht edhe germ krijuesi i gjithë shkrimit të buzukut, përveç se disa germa specifike që siç duket tipografi i ka ndërtuar aty që dash për gjuhën shqipe. Kurse kjo është Luca Antonio Gjundës, një ndër botuesit më të rëndësishëm të Venecijës, ku në Venecin atë kohë që lullëzonte tipografia ishin 250 shtypshkrues, që ishin njëkohësisht edhe botues pra. Pra kjo ndryshon me këtë. Po pse u detyrunta, duke qenë miq të krijonin miniatura të ndryshme për të interpretuar tekstin? U detyronin sepse nëse do t'ia vjedhin imazhin,
do të pagunin shumë shtrejt me kulturën e turpërimit që ishte në Venecie, ku i zhveshin lakuri që gjunin me perimet ndryshme dhe turproshin para gjithë qytetit dhe dënoshin 5 vjet, 6 vjet që të mos marrin pjesë, të mos ishin pjesë e qytetit. Kush guxonte atëherë? Plus që s'do të harrojmë që në atë kohë kishte dalë në vitin 1540 kishte dalë një urdhër nga Inkvizicioni që çdo shqipshkronjë që vepronte kudo në gjitha zonat, një herë në 2 javë do të i nështrohet një kontrolli të rrep për punën e vet. Kjo rithekson një herë që këto ksenografi bëhen të rëndësishme për gjurmu se kush është botuesi i Bozugut dhe pse ne mendojmë se Bernardino Bendoni është botuesi i Bozugut. Vicenç, ju thatë që keni 10, keni qetur 10. Unë kam zbulu 7, janë 15, 7 kam zbulu unë, 3 ka zbulu Qiradin. Okej, këto janë unike? Unikale. Në gjenë në libra të tjerë, që të botum nga këto botus. Nga ky botus mund të përdoret në një libër tjetër? Vetëm nga ky botus. Vetëm nga botus dhe që është shumë rëndësishme, ka një rast që nuk mund të përdoren as vëllezërit, janë botus, vëllezërit Bindoni janë botus, dhe tek librat e vëllezër Bindoni që unë kam kërkuar një pjesë, një mori librash, nuk kam gjetë as një ksenografi nga Bernardino Bindoni tek vllai. Pra, as vllai s'mund t'i përdorë, jo më tjerë. Po mira, ka të tilla që janë specifike për gjuhën shqipe në këtë mes? Për gjuhën këto janë një gërm zh ose dh. Jo. Këto janë të gjitha germa që ksenografi që duket që janë përdorur nga mjeshtit e tipografisë veneciane, sepse punimet Glenin Dru, që do të them pak për historikun e Glenin Dru, fillon nga viti 1491, intensivisht vazhdojnë deri në vitin 1500, pastaj fillon përdoren më rrallë, në fund të shekullit në vitit 1600 ato nuk përdoren më këto imazhe dhe fillojnë botimet bronze në gjëra tjera, gdhenjë të ndryshme tjera që nuk po besohet. Këto botime ndru nuk përdoren mas vitit 1600. Ndoshta Rafaeli kishte idenë me thamë që janë germat të cilat janë përdorur për sistemin e alfabetit italian. Latin. Janë germat të studentit latin. Edhe me këto, si me thanë, kanë shërbyer si kod universal për gjuhët e tjera, sepse nuk ka pas për gjuhë specifike. Duhet dini ditën që në vitin 1528 Erasmus i Rotterdamit kryon një vepër në cilën mbështetet e gjithë kultura evropiane më vonshme për drejt shkrimin dhe drejt shqiptimin e gjuhës latine dhe greke. Edhe gjuhët bija që vinë që derivojnë nga latinishtja janë detyruar të nështrohen të ligje dhe këtë e vunin në zbatim vetë kisha si nevojë domosdoshme për të thjeshtuar gjuhën komunikimit dhe për të marrë vesh drejt shqiptimit, sepse deri në atë moment librat kishin një marrëdhënie kakofonike faktikisht në drejt shqiptim dhe drejt shkrim. Napoli përdorë diçka, jo si ishin shumë larg njëra tjetrës, se Berlini përdorë diçka tjetër, Parisi diçka tjetër, pra kështu ishte ato njësunë në tekstin latin, sepse nuk do të harrojmë që deri në fund të fillimit të shekullit 20, teksti shkruan në latinisht, nuk shkruan as si gjuhë tjetër vetëm latinisht, tekstet e universitetit, edhe këtu në Amerikë janë në latinisht. Kisha një pyetje tjetër. Ju më quat indirekte Koncili i Trentos, edhe tek shfaqja e lëvizjes protestante. Ç'a ndodhi pas kësaj lëvizje dhe pse është e rëndësishme momenti kur u shkrua ky libër nga Bozugu? Momenti i Bozugu shkruhet faktikisht gjatë periudhës së Koncilit Trentit. Pra në urdhëreset e Koncilit Trentit që gjatë 20 vite nuk është se prekin drejt për drejt, por aty këtu ka ndërhyrje të Koncilit Trentit i cili përpiqet të përballë tashmë nevojën e një dukurie që tashmë ishte shumë rëndësishme. Shtypshkërimi po bëhej dominues në jetën publike. Tash libri nuk ishte pasuni e vetëm të pasur, por ishte pasuni e gjithë njerëzve dhe njerëzit tashmë mund të komentojnë dhe fillon dhe lindja që më vonë do të quajmë ne borgjezia, borgjezia në tërësi, inteligjenca, e cila do të ndikonte në jetë. Dhe kisha nuk mund të ishte jashtë kësaj vëmendje të mos ishte vërmëtëri çfarë po ndodh drejt për drejt në jetën e librit. Dhe ishte interesuar edhe shtetet dhe duke Venediku të zgjerë disa urdhësa të tjera ku privilegjet jepen shumë rrallë. Për shembull Bernardino Benali që është një ndër tipograf më të mirë, në një moment caktuar do me riprodu veprën e vet, nuk e jep letrën, nuk e lejon ta ribotojnë më. I thotë që ribotu një herë nuk mund ta ribotosh më. Edhe pse ati ishte djeg magazine me libra, nuk ishin libra që kushtonin 2 lekë, por miliona lekë.
Një libër mund kushton, si më thënë, se me vlen një makinë sot. Kjo është, po themi, një kasim banale, për ta sot. Dhe Koncili i Trentit u përpoq njëherë fillimet e veta të shumë të ndarjet, dhe arsye pse vazhdon 20 vjet është që të mos kishte skizma të mëdha, dhe pastaj në fund në vendosin që gjitha shkrimet liturgjike duhet të jenë të njësuar, pa do kemi një meshar, do kemi një psalter, një breviar, dhe askush tjetër nuk mund të botojnë pa lejen e propagandës fide. Vetëm latinisht, se këtu është e rëndësishme. Jo, nuk është këtë e vërtet kjo që thonë vetëm latinisht, unë mund të dokumentoj që nuk është e vërtet krejtësisht. Në Vatikani, kur kishte politikat e veta për përhapjen e fesë, lejonte ose po themi ne mendoj një mbyllje synit, por kurse nuk e ndalonte botimin e librit liturgjik kur ishte nevojshme në gjuhët vendase. Dhe nuk është, unë kam lexuar një studim të Bellarminos, që ka përkthyer doktrinën krishtere Peter Budi, nuk janë kaq të rreptë sa ne kanë paraqit librat e kohës dikushme. Janë tolerant, lejojnë, shohin marrëdhëniet më konkrete, por nuk është më toleranca e botime, për shembull, nëse para me Buzukun dhe para marrimit të Koncilit të Trentit librat, mesharët prodhonte një meshar për shembull napër, një meshar, unë kam një 20 meshar këtu bile po të shohim në kompjuter, nuk mund të prodhojnë më një meshar do të jetë i njësuar për gjithë Kishën Katolike. Por mos harrojmë, mas 1570-s. Pra nuk ka të bëjë vetëm me gjuhën, se unë nisem nga aspekti ka pas disa spekulime apo autorë të ndryshëm që i veshnin Buzukut sikur nuk ishte i krishter, bënte pjesë me reformën e tjera që nuk janë jashtë vërtetës historisë.